një draft statuti të cilin shtetet më të fuqishme dhe ato që janë të ullura në Këshillin e Ministrave të Këshillit të Evropës e kanë sjellë në zyre tek kryeministri Kurti. Do thot, pra thoni që duhet të dërgohet procedurat në kushtet? Jo, duhet të adresohet. Do thot, duhet të adresohet. Unë nuk besoj që kryeministri Kurti mund të adresojë në asnjë mënyrë tjetër përveç duke dërguar në gjykatë kushtetuese, por besoj që një qeveri tjetër mund t'i kthehet edhe një herë atij drafti duke mos qenë pjesë e procesit. Po duhet të adresohet. Nuk mund të menjanohet duke thënë ky ka qenë vetëm një non-paper, nuk ekziston, e tjera, ne do të bëjmë. Si do ta adresonte zoti Nikaj PDK-ja për shembull nëse do të ishte në qeverinë e ardhshme këtë çështje në asocionet dhe Këshillit të Evropës, kur i vije sikur? Por realisht, t'ju them drejtën, pyetja është pak hipotetike, po atë që ne kemi thënë në vazhdimsi është që ne duhet të gjejmë një rrugë të ecim përpara duke adresuar edhe çështjen e dialogut dhe çështjen e asociacionit. Për çështjen e asociacionit, po nëse ju kujtohet, Partia Demokratike ka qenë kundër marrëveshjes Bruxellit-Ohrit që po e quajmë tani, duke insistuar që një marrëveshje e tillë është e pamjaftueshme dhe pastaj në rrjedhimisht ne kemi kundërshtuar edhe produktet që kanë dalë nga kjo marrëveshje duke përfshirë edhe draftin e statutit të asociacionit të cilin e kanë prodhuar vendet e Bashkimit Evropian. Ne kemi komente konkrete në kuadër të këtij drafti, komente të cilat e bëjnë këtë draft në formën që është të papranueshëm. Këto komente ne kemi ndarë edhe me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në rast që ne do të formonim qeverinë e ardhshme të Republikës Kosovës, ne do të angazhoheshim edhe në Bashkimin Evropian, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që t'i adresojmë këtë gjendje të këtij drafti. Do thotë draftin në këtë formë. Ne nuk e dërgojmë në gjykatë kushtetuese asesi. Mirë po ka mënyra që drafti të kthehet në një draft i cili në bindjen tonë nuk e shkel kushtetueshmërinë dhe sovranitetin, integritetin e Republikës Kosovës, po për neve dhe mbi të gjitha është e rëndësishme që ta ridefinojmë qëllimin e dialogut. Ne duhet të kthehemi tek diskutimi për njohjen e ndërsjellë dhe për një marrëveshje finale. Sepse është vërtetuar në këto vite edhe nga marrëveshja e Brukselit dhe Ohrit që marrëveshjet e ndërmjetme nuk po prodhojnë rezultatet që na nevojitin ne. Dhe vetëm një marrëveshje finale që një herë mirë i përmbyll të gjitha çështjen, duke përfshirë edhe njohjen e ndërsjellë, mund ta përmbyll çështjen e normalizimit të marrëdhënieve. Sepse shikoni, ne jemi tani në vitin e 15 të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe është koha që ky dialog të përmbyllet me një marrëveshje finale, brenda të cilit diskutohet edhe një draft i asociacionit, gjithmonë duke insistuar që ky të jetë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe që drafti... kishte edhe njohjen reciproke brenda. Njohjen reciproke gjithsesi. Shikoni, nuk është vërtetuar edhe në këto vjet. Një marrëveshje me Serbinë e cila nuk e përmbyll çështjen e njohjes ndërsjellë, nuk e shpije Kosovën drejt këtyre 3 qëllimeve që ju thash më herët, që janë antarësimit në Këshillin e Evropës, Bashkimi Evropian dhe në NATO. Prandaj, ky është qëndrimi jon, medomos për këtë kërkohet një qasje shumë më proaktive, shumë më e angazhuar me Bashkimin Evropian, me ndërmjetësit në dialog. Ne kemi një resetim të dialogut, nëse shohim, sepse kemi një administratë të re në Washington, kemi një komision të ri në Bruxelles, kemi një ndërmjetës të dialogut të ri, dhe kemi një konfiguracion politik në këtë moment tjetër në Kosovë. Edhe sa i përket raportit të forcave, edhe sa i përket potencialit... Ka ndryshuar rrethanat në gjitha taborët. Ka ndryshuar rrethanat në gjitha taborët, dhe ky ndryshim i rrethanave mund të jetë vështirësi, po unë besoj që është edhe një mundësi që të adresohen disa prej këtyre kritikave që mund t'i kemi për procesin e kaluar. Edhe një pyetje sa i përket Këshillit të Evropës. Tani Kosova nëse veç këtë vit nuk arrin më të futet në agjendë deri në vjesht, çka mund ndodh vitin e ardhshëm në rast se ndryshojnë rrethanat sa i përket luftës së Ukrainës dhe Rusia
rrezikun të rikthehet në Këshill të Evropës? A mund ta hup komplet hapin Kosova? T'ju them drejtën, nuk e shoh të mundshme që deri mbrenda vitit të ardhshëm Rusia të rikthehet në Këshillin e Evropës. S'ka rrezik. Kjo është një lajm i mirë për ne realisht. Unë besoj që cilado qeveri që formohet në Kosovë e shpresoj që do të jetë një qeveri cila udhëhiqet nga partitë të cilat kanë qenë në opozitë deri dje, duhet me urgjencë ta prioritizoj hapa drejt këtyre 3 mekanizmave që i përmenda më herët. Shikoni, konteksti i ri global dhe konteksti i ri në Bashkimin Evropian ka prodhuar një situatë të një mundësie të re. Shikoni çka po ndodh me Shqipërinë. Do thotë Shqipëria ka filluar negociatat, i ka hap negociatat në tetorin e vitit të kaluar dhe deri më tani jemi në maj, ka hap 5 do thotë shtylla ose grup kapituj që bie rreth 20 kapituj të negocimit me Bashkimin Evropian. Kjo është lëvizja më shpejt që ka bërë një vend nga këto vendet e fundit që janë antarësuar në Bashkimin Evropian, dhe gjitha kjo fal një afiniteti dhe fal një aktivizmi të qeverisë, të kryeministit Rama në këtë drejtim. Dhe kjo është një mundësi që ne nuk do duhet ta hupim. Nëse ne lejojmë që tani raundi i ardhshëm i zgjerimit të jetë Shqipëria, Malizi, pastaj ku me ditë kur do të jetë momenti kur do të kemi një raund tjetër zgjerimit, nëse do të kemi një raund. Sepse sot ju thashë që Malizi mund të jetë vitit 2028 kur mund të antarësohet. Po nëse i shikoni deklaratat edhe të komisionerës për zgjerim zonjës Kos, edhe zonjës Kallas, edhe të gjithë, ideja është që deri në fund të vitit 2027, 2028, edhe Shqipëria dhe Malizi të përmbyllin procesin e negocimit. Pastaj kur të përmbyllet procesi zyrtar i negocimit, ekziston edhe një kohë shtesë që nevojitet për ratifikimin e kësaj marrëveshje në për parlamentet e shteteve anëtare. Dhe ajo kohë zakonisht merr deri në 2 vjet. Kështu që realisht nëse gjithçka do të shkojnë siç ne dëshirojmë ose siç parashikohet, ka shans që në vitin 2030 edhe Shqipëria edhe Malizi të jenë anëtare të Bashkimit Evropian. Po, e ndërkohë mund ta ketë Kosova të paktën dhe atëherë statusin e kandidatit apo si e shihni? Po, do thotë është e qartë që ne nuk mund të marrim statusin e kandidatit derisa të zgjidhim këto 2 çështje. Do thotë pa progres në normalizim, së paku pa e bind Bashkimin Evropian që Kosova po bën gjithçka në fuqinë e vet për të qenë konstruktive në normalizim. Sepse normalizimi nuk varet vetëm nga ne. Do thotë këtu janë 2 palë, është Kosova është dhe Serbia. Unë nuk besoj që në këtë moment ka një klim politike dhe një dëshirë politike në Serbi që të ketë normalizim me Kosovën. Mirë, po Kosova ka nevojë që ta bindë Bashkimin Evropian, ta bindë bashkësinë ndërkombëtare që po bën pra Kosova duhet ta bëjë punën e vet, do ta bëjë punën e vet. Do thotë çfarë bën Serbia. Siç themi, Kosova duhet të bëjë